Mirëmëngjes. Bota shi ngelën pa shtet. Ra Shqipëria po prishin ministrinë e Brendshme. Tashi se ky ministri nuk po bëj gjë këtu afër, është. Edhe do ta çojmë Rapadajtit. Anë djeli Kështenja, se vetëm për atë punë është ky ministri Brendshme, me thonë drejtën. Edhe nuk e di si vjen zor edhe drejtorit policisë për punën e ati djalit Zamir Mane, se kupto, ishte çudia më e madhe në botë. Edhe tash më vjen keq për atë policit dhe për atë familjen e vet. Edhe mos një thot na leni në privatësinë tonë, nuk na ka bërë gjë. Ky Zamir Mane që bën seminare, e kupto, si bësh i pasur libra, ky si ka bërë seminar djalit vet. Edhe është shumë e frikshme që dhe Sala kur doli tha, ai me të vërtet e boni atë gjest, tha, vajti la shoqen a shokun që a kishte në shtëpi dhe u kthy. Edhe një njarjes, edhe kaq, me më kap mu merr aki, o pa lek zedje, po ta fut 1 vit, 2 vjet burë, kuptoni? Kurse këta çunat e beleve, që neve duhet jenë këty fëmijët e këtyre në shembull, e kërkoj falje Zamir Mane, e kuptoj kjo ministri e Brendshme. As prononcohet, as i parti, as i njeri. O Zamir Mane meri parasysh të gjona, je person publik. Ke qenë si fillim biznesmeni mirë, u përlyve me këta, edhe ti masjave ke se do të vi dite që të nënsos pasurim, e sa ke derë shtetet gjitha. E si këto kosta dhe t'i keni. Qa mund të boj unë e tjetri, kur i thot qunat e juj të forë dhe i thot policit, do të vej tritol ke shpia kujt i vej gjobë ti. I ku polici neti, me erdi keq. O dorzoni kapelet, o polica o ishë. Pra ne, po të them, ty ministri Brendshëm, më mirë ditë tuk e sheshë Skënderbej me nërë lenja kapelen e Diramës, se jeni të varë e shqit akullore, bo si geg, edhe ai tjetrit shesi pas la 5 leqë drejtori policisë, se kështu nuk jeni para si punë, se s'jeni vetvetja, nuk, ju mund t'jeni taft, si karrier, po se len këta, e shit, ju s'moni policin, shko deputeti Ajnoka, i bje policit, në tulla, në grushta, gjithë, polici rrisi mumje, po ku kanë vend bodhës me raf policin, po se ne i binda policin, ju nuk mroni, ata dhe turp kënë këta policë që ju rujt juve. E kupto? Hajde, nuk një qatë thëmë.